donet e çështja e edukimit të fëmijëve, unë mendoj që qëtash për qëtash, në këtë kohën moderne që po jetuja, edhe dinamika e jetës që ka bo që fëmijë ka përfshit teknologjia me të madhe. Lufta me madhe në shtëpi, për momentin unë mendoj se kur shpitem në të gjitha njëjtë. Më hanë është që shmi janë mbyllë një program televizorit, mos me konë jo i mirë që me po fëmija, me marrë me mbyllë laptopin, me andru pasvordin e telefonit, dhe më hanë që të tri mundësi, ata mos me mujtë me pas për devjen. Sepse fëmija sot për në edukohen e jashtë, dhe më hanë prej teknologjisë, dhe prej telefonit, prej kulturave që për shohin të tjerë. Edhe sa do që ti vazhdimisht sheh në shtëpi, një mekanike ka bën ti edhe namazin, edhe leximin e Kuranit i fol vazhdimisht e këshillon, po prap është ajo egoja mrena prapë njeriu që e merr ato me atletën. E shet gatshme edhe pranon edhe vazhdon edhe e ka njerë i pëlqen, i duket ma lehtë edhe do me pranon qashtu. Po, që po thuhet ti, unë shpesh edhe në për një ledje kur po kam për fëmijë. Po thënë keni edhe jo edukim, sa do që na po mundohemi me eduku, edhe jemi prind besimtarë dhe mundohemi që edhe me ndiku të fëmija që ata njëtën e tyre me pas islamin, flasim me ta shumë, po që ajo koha gjatë që po rrim me fëmijët tonë në për shkolla, edhe e merr prej arsimtarëve një edukat, prej një nxënësit një edukat, dhe më thonë ajo është veç të ble, veç të marrë, të me fut në karakterin e vetë. Po na jemi ata të cilët duhet më ndihmu që me formu ata në karakterin fund. E me këshilla edhe me mujtë sa ma shumë me qenë ofër ty, ne ka njerë nashta po bëhmi ti për ta po thamë me dhane. Po këthina pe kujtoj fëmijërin tem. Unë e kom pas një babë që ka qenë tepër energjik, Allah inshallah ka mëshiru, edhe ka pas tepër kujdes ndaj neve. O munduhet gjithë shka më na ofru, më na fol, më na këshillu vazhdimisht. Në të kohë dhe mu ka dukte ti, për që është të folë, nështë ka njerë këmë thonë që pësë për lutët, sa shumë më këshillan, sa shumë më thotë, djemi tha që të fjallë, prapë më thotë sot, po më besoni që sot, une, komplet, ato këshillat që mi ka dhonë, prindë jenë, une, i zbatoj njëtën tem. Cikël normal po më duket. Zbatoj njëtën tem edhe ta është jadon fëmijëve të mi. Dhe ata, dhe më thonë e shët që i shalë, edhe ata kam në pas rezultat me këta që i këshillon edhe na. Po këthena prapë të lutja në sësina nuk të vëtë me në shkallë. Se lutja bërë në mrekulli. Në veçanti lutja e prindit për fëmijë, nuk thejt mrapa. S'ka perde, ka thonë pejgamberi alayhis salam. Mes duas, prindit edhe Zotit nuk ka perde. Drejt për drejt shkon. Për ata ka më mundu që më lutë maksimum. O Allah, të zonë i fëmijët e mi. Po me hafuzat Kuranit. Lërume prej synit keq, lërume prej shirit shejtanit, prej shirit insanit, duat që duhet mi bo vazhdimisht, se më të vërtet kena që në tëna mënyrat. Çfarë lehtësimi dhe çfarë mundësie e mirë për ne, se për shembull kur e dëgjon që nuk ka perde mes duas nanës, prindit edhe Zotit, do të thonë çfarë motivi është që ti, do të thonë me qenë i dorëzuar në farë forme, ti ofron krejt çdo që ti e tha, që të kontributin e edukimit, shembullin, qashtu. Po në momentin që ti ja dorëzon Zotit çështjet e tuaja, është një nivel, është nivel tjetër i qetësimit zemrës. Besoni që unë kam dëgjuar kështu edhe kam lexuar edhe kam dëgjuar në për seminare që kena qenë, që sot që është imam i Çapës, një prej imamëve të Çapës, është prej duas nanës. Subhanallah. Subhanallah, që ka pas një rast, nashta u përmend, nashta edhe shpesh herë edhe tjerë musafir nështë ka mujtë më përmend, që ka thirrë shumë njerëz të veçantë me një drek, edhe kur kam përgatitja fundit, fëmia ardh me një grusht, rërë edhe ardh kitja ka qitë ushqimit, tavolinës, para më ndë që kështu më nësë, edhe ajo, nga thelësia zemrës, edhe ajo, shprimja që madhë që ka posë, ka thonë, Allah, i boft, imam Çapës, o viri jam. Edhe Allah ja ka pranu, edhe besoni që të ka qipë një zemrë. Zemrë, se ajo është një merri madhë, kur ke krytë gjithë shka dhe po pretë musafir, me të shku gjithë shka bërë. Po Zotin arrujt, në situatat e tilla me bëni dua të mrapsht, me gjithë se është një ajet kuranor që mu ma fladit shpirtin në këto situata. Thot, nëse Allahu, po të shpejton të Allahu të keqen, që ata e lusin për familjen e tyre dhe vetën e tyre kur janë të nxehur,
ashtu si që shpejtën në të mirë, atëherë ata do të ishin të shkatruar. Kështu që gjithmonë, e mira ka për përës. Po, kjo ta jep një lloj prehje që edhe nëse jena herë nuk po thëm mirë që tu ato nana Zotin Aruj që bëjnë dua ju të mira, po megjithatë elhamdulillah që Allah e kupton më mirë se çdo kusht tjetër natyrshmërinë e njerit. Përderisa ka thonë që të keqen që ata lusin, domethënë është e mundshme.